lajmi që disa kandidatë pranë Partisë Socialiste kërkuan që të rinumëroshin votat për kandidatët, jo për subjektet. Në atë moment del një lajm që Edi Rama ju ka shkruar të tive dhe ju ka thënë që nuk ka ndërhyrje, procesi është okej, kështu që mos kërkoni kohë të rinumërim, sepse thjesht do bëni pis në një farë mënyrë procesin, por nuk do ndryshojë asgjë. Po. Në fakt rezulton që Edi Rama pas ka pasur drejt, pas rinumërimit. Kjo që bëri Edi Rama, dhe që u bë mediatike, dhe unë nuk besoj se mediatike e bën dikush në Partinë Socialiste pa dashur Edi Rama, ose Edi Rama kur çon një mesazh në një grup me 500 veta, e di që njëri do e nxjerrë, apo jo? Po. Dhe është shumë i kujdesshëm te ai mesazhi, sepse thotë ky do jetë lajm. Po, e bën me vetdije do thotë. Dhe ai e ka përdorur këtë moment të vetin Rama për t'i hedhur një karrem doktorit dhe për t'i lënë doktorit të mendojë që unë po kam frikë nga ky rinumërimi. Për sa kohë të mive po ju them mos kërkoni rinumërim se do na prishni punë. Doktori me sa duket këtë provokim të Ramës dhe këtë mesazh të Ramës ndaj tive që mosni se është okej rinumërimi, e ka marrë si gjetje, ka thënë e kapa. Këta kanë bërë masakre elektorale, ky s'po lejon vetët të i hapin kutit sepse ka frikë se i del masakra elektorale, dhe doktori nga momenti i parë që ishte kundër hapjes kutive, doli te momenti i dytë që ishte që të hapen kutit. Se po të mos donte doktori nuk hapeshin kutit. Sa përshin, e vërtet është. Dhe ajo që ndodhi ishte që ky kishte qenë i kurth. Ishte i kurth që Rama e ngriti, që doktorit kërkonte rinumërim, Rama ja jep ligji doktori që ta bëjë numërimin, ndryshe nga 2009 kur u dogjën fletët e votimit, dhe Rama tani nuk ka nevojë të flasë, sepse Rama i thotë shqiptarëve, ky pretendoi që ka farë zgjedhore. Ky kërkoi që të hapen kutit. Kutit u hapën ndryshe nga 2009 që mua nuk mi hapi kutit Sali Berisha. Rezultati nuk ndryshoi, përkundër i del që ka përfituar më shumë vota Partia Demokratike padrejtisht nga gabimet se sa Partia Socialiste. Kështu që Rama me një karrem, prandaj thotë ai që jam 3 hapa para, me një karrem që ka bërë në 15 maj, praktikisht ka mundur doktorin dhe nuk ka nevojë të flasi më. Ky ishte për mua i vetmi shpjegim ky është, sepse ose, po kjo pastaj pak gjas ka që të ketë ndodhur, të tjerë të kenë gënjur doktorin. Ta kenë gënjur, beson që ka njëri guxim ta gënjej Sali Berisha. Ja po ta them unë, jo, brenda sepse po të shikosh ata individ përdorin po të njëjtin gjuhë, po të njëjtin retorik, madje diskutojnë, se duket se ajo rrethimi Konstantinopolës, se diskutojnë për seksin e engjëve kur partia është akoma në opozitë, kështu që mbi këtë premisë ka i moment. Kë po marr se ju ngel dhe hatri këtyre tani. Po marr. Po jo po marr Elbasani. I thot doktorit Alizoti Tomori. Që i thot doktor faleminderit që më sigurove 4 vite rrogën. Doktori thot ose ai tjetër, i thot doktor ne ishim 7 mandate në Elbasan, po këta kanë bërë tren bullgar. Po. Dhe i çoj një video, se kam parë një video që e nxjerrin, që njëri duket sikur nxjerr fletën jashtë, ku diun. I thonë është bërë treni bullgar, është bërë nami se ne, thot doktorit, ne kishim 7 sigurt, po nja 3 a 4 na i kanë vjedhur me tren bullgar këta në Peqin. Dhe kjo është mënyra, pra, ose Boçi në Shkodër, thot ne kishim treni bullgar në Peqin. Po. Pandej është bërë treni i parë, në fakt, ka qenë një rrugë që shkon. Po ka qenë linja është. Maqedonia, ku diun. Dhe tjetra pastaj del, ku diun, Luç Boçi në Shkodër, i thot doktor, na kanë myt bandat, thot thot se ne i patëm kaq dhe kanë bërë namin në kuti, thot Luçi. Dhe doktori, duke parë këtë lloj, duke u besuar të tive që këta i kanë patur, po hap kutit. Mund ta kenë bërë këta pastaj në mënyrë komplet diabolike. Një mënyrë sot për ta shkatruar politikisht Sali Berishën është ta nxjerrësh bloft e farsa zgjedhore. Dhe ata që nuk i duan të mirën Sali Berishës, i kanë mbushur mendjen që na ka ndodhur farë zgjedhore sepse ne kishim fitoren në xhep, që doktorit kërkoi hapjen e kutive,
hapja e kutive të certifikojë rezultatin dhe jo të tregojë që ka farë zgjedhore dhe të diskreditohet doktori përpara gjithë shqiptarëve. Kupton? Dhe të marrin partinë ata. Mund të jetë dhe kjo. Po patjetër. Gazi për shembull, mund shkputet me 7-8, edhe mund të krijojë një lloj fraksioni tema ata. Ngel më 7-8 aty se uoqen. Po nuk je jo atit, po shkojnë tjerë pas atit. Ka boll aty. Ka boll, domethënë me përjashtim të flamurit dhe të Albanës, për flamurin unë uroj që të mos e kapi spaku sepse doktorit i duhet patjetër flamuri. Dhe Albana, që kanë qenë nga dita parë. Ka pas një përplasje të fortë flamurit me Albanën në parlament para një jave, mos gaboj. Me Albana Vokshin. Po, pati një përplasje verbale në parlament. Mund ta kenë pasur sepse tani është lufta kush qëndron në anën tjetër të Xhakut. Se më tregon një mat. Qëndron dhe luftat ata. Më tregon një mat një histori të vërtet. Ishte njëri që ishte te shtëpia e komshiut. Dhe ishte mësuar që rrinte te qoshja, pra siç kemi ne xhaxhit atje te kullat, në njërën qoshe rri zoti shtëpisë që ka të kafes xhezvene kështu me radhë, në krahun tjetër rri mik tjetër dhe po i vinin krushtit këtij zotit shtëpisë, edhe i thot me lezet këtij komshiut që ore do vinë ata sikur të postohesh pak nga qoshja, se qoshja është nder, respekt. Dhe vinë ata hyjnë aty, po rrinin për të parë se ku mu ule kështu me radhë, dhe ky komshiu thot këtu poshtë meje ka vend sa dush. Domethënë nuk kam ndërmend të lëviz, ulën. Kështu që poshtë meje. Dhe punë këtyre e Albanës dhe e Mulnokës mund të jetë që njërin qosh është doktori pa diskutim, te qoshja e zotit shtëpisë që ka edhe. Nga ana tjetër tani nuk ka vend për dy, që qoshja një është. Dhe zihen kush do rri aty edhe tjetri do rri në vazhdim. Kështu që mund të ndodhi, po prapë në raport me doktorin, janë të dy super luajal dhe super besnik. Në këtë kuptim e kam. Dhe unë them që me përjashtim të këtyre dyve, te ata që janë të rinj, në mosh, unë nuk kam pikën e dyshimit që ata nesër janë gati ta braktisin Sali Berishën. Do të thuash ti pse? Ai që është i ri në mosh, se nuk pretendoj unë që ta braktisi Tritan Shehu. Se e para Tritani s'ka vota, s'ka struktura, s'ka asgjë. Dhe e dyta është një mosh biologjike që nuk ka ambicje për të bërë kryetar partie. Po të rinjt janë të gjithë ambicioz. Pra ti mendon që do të ketë një rebelim brenda PD-s kundrejt Berishës? Mos qoftë rebelim, do punojnë nën tavolinë që ta shkatrojnë dhe ta delegitimojnë që ta detyrojnë që ai të iki, të ndodhi diçka. Këtë analizë zoti Berisha nuk i ka parashikuar ose paraprit këtyre ngjarjeve brenda PD-s. Po, se ne e bëjmë shpesh të debat që nuk e di doktori për shembull që Belindi është ambicioz dhe mund t'i bëj gol nesër që ta dëmtoj gjersa të shëmbet Lisi dhe ky si filiziri. Kjo është logjika. Kjo është logjika. Po, tani përgjigja është kjo. Kishte doktori zgjedhje tjera? Se ne e bëjmë sikur doktori kishte miliona zgjedhje aty. Ore, fal, po mi gjeti mua njerëzit publik që bëjnë debate, që kanë krijuar një lloj reputacioni të demokratët,